Është publikuar fotoja e furgonit brenda të cilit u gjetën një arsenal me armë, mira, fishek, pranga dhe uniforma policie, si dhe pajisje gjurmimi dhe shpërthimi në distancë. Trafikantët e municioneve dhe armatimeve të sekuestruara kanë përdorur si kamuflim një furgon të loguar me mbishkrimin mirëmbajtja rrugore. Mësohet se ky mjet kishte më shumë se një muaj që qëndronte i parkuar në rrugën Myslim Shyri dhe s'është ruajtur me efektiv civil për të zbuluar kush hynte dhe kush dilte nga furgoni. Fillimisht është ndërhyrë nga policia rrugore si një manovër e agjentëve të policisë me argumentin se kishte bllokuar rrugën dhe sapo janë konstatuar armët, është bërë ndërhyrja nga agjentët e krimeve. Furgoni me mbishkrimin mirëmbajtja rrugore është në emër të arrestuarit Eugerd Sino. Njeriu i marrë në pyetje mbrëmjen e dieshme nga policia ka mohuar të ketë lidhje me armët, me argumentin se nuk ka dieni se kush i ka futur aty, në një kohë që furgoni qëndronte i parkuar pranë banesës së tij. Sino rezulton me precedent të mëparshëm për vepra penale të ndryshme. Armët e kapura janë relativisht të reja dhe dyshohet se janë trafikuar nga Kosova. Ato dyshohet se do të përdoreshin në ngjarje kriminale dhe i përkisnin një grupi me bazë në Tiranë, Laç dhe Burrel. Pranë vendit ku ishte furgoni, policia zbuloi edhe bazën kryesore të grupit, ku mbaheshin armët. Hetuesit po punojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë pjesë e rrjetit. Më konkretisht, 12 janë pistoleta të llojeve Beretta, Glock, Rex Delta, Ruger 57 dhe Tanfolio, 6 armë automatike, 5 armë me tyt të gjatë me shënjestër optike të ngjashme me sniper, një silenciator, 17 krera për armë zjarri të ndryshme, pjesë të ndryshme armësh zjarri, 15.000 fishek, 17 kuti me pranga të ngjashme me ato që përdoren nga policia, 12 celular dhe pajisje që përdoren për shpërthime në distancë, pajisje elektronike gjurmuese GPS, pajisje për bllokimin e valve, pajisje për numërimin e kartmonedhave, 3 komplete uniformash të ngjashme me ato të policisë.